Kur isha e vogël, më kujtohet që sa herë kisha ditëlindjen, momenti më i bukur ka qenë kur fryja qirinjtë e tortës. Dhe për çdo qiri të shtuar, shtoheshin edhe dëshirat e mia. Edhe kur bie një yll, shprehim dëshira. Edhe në Krishtlindje e vit të ri e njëjta gjë. Sot nuk kam ditëlindjen, por kjo tortë mban 10 qirinjtë e javëve të fazës së parë të festivalit magjik. Dhe nuk do jem vajza e dëshirave, por e falënderimeve. Çdo herë që diçka na jepet dhe na lumturon, duhet të falenderojmë Zotin e të lutemi, sepse besimi në të është forca, ndërsa mirënjohja është bekimi i tij. Dhe për të fryrë qirinjtë, padyshim që nuk mund të jem vetëm, por së pari do doja të ftoj atë që ndezi 25 herë dritën e një festivali që sot ju përket të gjithëve. Ardit Xhebrea! Mirë se të gjej! Dhe duke ditur se çdo gjë që kalon nga stomaku është kaq e mirë pritur për mua, ti fryn qirinjtë, unë ha tortën. Kush thika? Prit, të lutem më lejo të bëj zonjën e shtëpisë dhe të ftoj në skenë për të fryrë qirinjtë edhe ata të cilët sot do të mbajnë peshën e madhe. Jurin ton, le ta konsiderojmë një fest të fillim gare finale për një artistat e këtij edicioni dhe me shumë dashuri presim Jonida Maliqi, Marcela Çibukaj, Kozeta Kurti, Gerta Heta dhe Enkel Demi. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Dhe mbi të gjitha jam i lumtur që këtu kemi një tortë ku ka për të gjithë. Mirë se erdhët. Si ndjeni sot? Unë kam emocione, është e çuditshme. Prej anës. Kam emocione se jam prankelit. Unë shumë emocionuar sepse nga prapa kuinta dola para kuintave tani dhe do hajmë një copë tortë për më tepër. Shumë emocionuar, më duket sikur do kthehen për të kënduar, për të prezantuar, për të përcjell, po më në fund vide për të festuar. Edhe për të ngrënë. Pas ka qavësh, ja ku jemi në gjysmën finale. Atëre, bëhemi gati 3, 2, 1... Na vaf të mbar. Po mirë, unë juftoj të ulenim dhe jam i sigurt që kjo tortë do të shijoj për 14 artistë, ndërsa 26 të tjerë... Prap me 14. Si do qoftë, fillojmë edhe njerë javën e 10 vendimtare për kategorinë New Artist. Ndërkohë që juria magjike bëhet gati për përzgjedhjen finale, e fillojmë ndryshe? Gjithmonë e surpriza? Si renditje, po jo si risi. Duke qenë se sot është java e fundit për New Artist, është edhe e fundit për të prezantuar këngën time të re, Sirens. Ana Xhebrea atëherë. Kjo ishte kënga ime më e re, Sirens. Është koha për disa statistika. Nga 50 konkurrent një në fazën e parë, kanë kaluar 40. Nga këta 40 konkurent, 6 e kanë fituar njerë statusin për të votuar dhe për të votuar. Unë jam i sigurt se të 5 antarët e jurisë e kanë një listë preferencash. Besoj dhe uroj që t'jenë sa më selektiv në fazën përfundimtare. Ne do të shfaqim në LED Wall të 40 këngët e artistëve që kanë kaluar fazën e parë dhe përmes butonave të kuq apo të gjelbërt, ata do të vendosin fatin e tyre për të shkuar në pallatin e madh të koncerteve ose jo. Imagjinoj emocionet e artistëve të rinj.
Ndërsa unë të prindërve, të familjeve të tyre. Ja, pra pse duhet t'i japim më shumë mundësi artistëve dhe jo vetëm 14. Fillojmë nga kënga e parë? Dhe si pas radhës së prezantimit dhe javëve, e nisim nga artisti i parë. Në javën e parë, ai e nisi garën me këngën Dashuri e fundit, Ergi Hasani. Dua të ndjej, ti më shfaqesh rrallë, i përhumbu nuk të gjej dot. Zhytem thellë për ty unë frymën e ndalë, se në shpirt akoma ke vend. Pse më the në jetën që ne lam, kjo pitur jo nuk po mbaron. A më thua sa pranvera kaluan bashk, do shta qesh kur i kujton. Dashuria e fundit je, sa dua ta rikthej kujtimin e Përse kuqe? Jonid? Unë kam bërë një listë preferenciale prej 14 këngësh dhe Dhe mendoj kjo që... këngë nuk bënte pjesë. Po. Për Kozetën? Mendoj që videoja e këngës është më e madhe se audioja e këngës. Ger? Për mua nuk më përcolli shumë emocion. Dhe misioni i këngës është se pari të sjellë emocion, nuk më përçoj. Okej. Vjoj me artisten Casey Qerimi. Kënga e saj titullohet Stuhi. Dikur si një kështjell e fort, dikur nuk me jafton, mungon ajo melodia. Kjo ka qenë shumë interesante, a Keli? Ajo që gjithmonë njëja, ajo që shkrin acar vetën kam. Po, shëmbam tërë këtë koltukën për balladën e kongreseve. Për rëson as një moran, kam vetëm zotin dëshmita, që ma të lotin në një super fuqi, unë edhe ti, dalë përmbesim të stuhi. Përse e kuqe? Unë midis disa balladave që janë prezantuar, kënga e Caseyt nuk ishte nga balladat e mia të preferuara. Nga Maqedonia e Veriut erdhi Kev Malo me këngën e tij Merr Frym. Ke malo. E kam parasysh. Ma më pëlqeu shumë ky djalë. Edhe për mua është po. Shumë i veçantë. Malo ka kaluar, të shojmë 2 votimet e tjera. Nga Josilia. Si do qoftë, Kev Malo kalon. Të shohim si do të vlerësoj juria sot Joel Muhametaj me këngën Mister. Rita, ti nuk erdhe u mërzita, një fiksim t'i zemër mbeten në qast, nuk ti do kem fatë të njej, një si ti, i vetëm prita. Prita Kelo, prita. Ora kalon, Për mua kalon. nuk dita, E bëjmë në sinkron. ajo më thëmë vetëm nga pas, 3. kem fatë. Ajo vetëm. Pse u çudite Jonid? Se prisja. Më tha ta bëjmë sinkron, e bëjmë sinkron. Të për sinkroni. Si do qoftë, kalon edhe Joel Muhametaj, kemi 2 deri tani. Dhe ne fillojmë me javën e dytë të paraqitjes së këngëve finale. Dëgjojmë Ilvia Alimi me këngën Të kërkova në çdo fjalë. I ke pa fjalë dhe një po shti më le çdo pulqëre
është për ne në ndjenjën që zushe. Përse, në fakt edhe në fazën e parë 3-2 ka qenë një votim paksa le të themi me një diferencë shumë të vogël për të kaluar në fazën e parë, por tashmë 4 të kuqe. Vjoj me këngën tjetër. Drama nga Vivian Biaxhoni. Si me ullut për ty, qa me bomo për ty, a ke boti për mu, kur s'ke qenë këtu për mu, shpinën kur s'ta kom këthy, kur e ke meritu. Si ka mundësi, pse vuajnë kaq shumë të goca dhe të çuna të rinj? Ke refuzu, gjithnjë ke refuzu. Për mu. Male fajin, der në fund. Vetëm drama, vetëm drama, vetëm drama, po më mund. Vetëm për ta, Gojnë vetëm unë dhe ti, Kelo. vetëm për ta, Qenë, ha? vetëm për ta, Ja, se po. së nuk e Sa keq, gjithë për zë, Aja, gjithë për zë. Keli të mbeti vendimi final, përse? Unë kam problem përveç se me poezinë, do më thënë mendoj që kjo nuk sjell në gjë të re për në pallantin e koncerteve. Vjojmë më tej. Një rocker e ka radhën tani me këngën Jeto Petro Feza. A ka një shkak që të bën thellë të kërkosh. Unë jam për një këngë baladë rock në Pallat Kongreseve. Një zë që të thëre nga pas Qa të bëj? Po, qa të bëj? dhe ty e mos a mendosh. Shtype, Kelo. Kalon Petro Feza me 4 jeshile dhe 1 të kuqe. Fillojmë me artistët nga java e tretë. Leandra Godaj çeli javën e kualifikimeve me këngën Në Stacion. Koha sot për ty ndaj, Ma më pëlqeu shumë kjo vajzë. Edhe mu pëlqeu e zemra. si qelq zemra ime, u thëre dal nga dal. Se sot ky shit vërtet të më thot, apo e shumë dashnin ton. Nëse një ditë do të takoj, as që s'do jetë më njësoj. Ti udhëtar që nuk u ktheve, marri këtë 5 jeshilet e para, 5 jeshilet e para për Leandra Godaj me këngën Stacion. Artistja e radhës, nëse kalon në pallat të koncerteve, i afrohet zonës Big. Pasi vitin e kaluar, fitoi statusin për të votuar dhe për të votuar. Drina Sheu, Nuk t'lus. Kjo vajza bukurose. Si Ana Oksa është. Ma më pëlqen shumë refreni. E zotron s'kene. S'do me t'pas pran vetës, s'do t'jesi e drete. Këtë është një Shëndroj korrente me atë që kam thënë dhe më përpara. Plus, 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 plus. Ja pra, fillua me 2 të kuqe, por erdhe me 3 jeshile, kalon edhe Drina Sheu. Do të kalojmë në këngën me titull Digjem dhe nuk dim nëse juria do t'i kaloj apo do t'i djeg. Troy Band. Jegu ku t'lo, kërkoj mirë. shpëtimi. E para. Për Troy Band janë 5 jeshilet më të shpejta deri tani. Juria në sinkron, kalon Troy Band në një nga 2 të gjysmë finale. Okej. Përpara se të kalojmë në javën e 4, kujtoj se deri tani janë 6 artistë të rinj në listën e gjysmë finalistëve për në pallat të koncerteve. E kemi nisur mbar dhe që të na vej edhe më mbar, kuptojmë se çfarë duhet të bëjmë kur na zë kolla. Flava Med.
Publicitet. Brava. Jemi rikthyer në këtë garë emocionuese, ku kryefjala është vlerësimi i artistëve të fazës së parë dhe probabilitetin e kanë për të futur në fazën e dytë finale. Më trëmbi kjo fjala probabilitet, por gjithmonë ekuacioni i misterit zgjidhet në fund. I kthehemi garës. Çfarë do të ndodh me këngën Terminal? Edhe Fiorella Xhaferaj pretendon për statusin Big. A do ta fitoj? Hapin e parë e hedhim tani. Asu ka vëjtu melankolia, e doja kuptoja pa fjalë, ftot aku po ngria, si pa mua jeto. E zotron skena. Shkojnë e rësi, Ata të gjithë e pak. le të digjet palam të mi, allegri për ne të dy, stia ka me pas. Ami jepe ti. Wow, best, bravo. Terminal nga Fiorella Xhaferaj merr 5 jeshile dhe ajo dhe me dëshirën për ta dëgjuar dhe më shumë nga Kozeta e shijuam edhe ne, por vjojmë. Bëhemi gati të lundrojmë në një oqean. Radhën e ka Emanuel Mehmeti. Se më mos më bëj me faj, se faj e ti ke dhe ti. Të lënduar nga një fjallë. E do ekrani, mos harro që ka patur emocione. Ni ka patur emocione, po tani çfarë do të bëjnë për ata të tjerët? Ndjej në shpirtin ti. Vazhdo, ku është jam të mi. Okej, le. Pse u çuditë Joni? Mua ideali më emocionoi, përpos gjithë problematikave, mendoja që duhet t'i jepja një shans. Përpos gjithë problematikave të identifikuara nga Jonida, mendoj që ky shans duhet të stoponte këtu. Nëse. Nëse tani do thoja ma thuaj, vlerësimi i takon këngëtares Aroilda. Kjo po për shembull. Kjo po. Do i vendosja në vazon që boshti e le, do e gënjeja akoma në vetën për ne. Për mua është po. Të pëlqeu dy Geli. Po pëlqeu. Edhe mua kënga më pëlqeu shumë. Se kam një shpirë që pa më shqirë, po e përplas, por ty se nuk do flas, me zemër do bërtas. Akoma të dua, I qëndrove të njëjtës votë. akoma të dua, dhe se Mbetet në dorë të Kozetës tashmë gjithçka. Dëgjon akoma Kozeta, të shohim si do të vendos. për ty u vuaj, të lutem më thuaj. Bravo. Kalon Aroilda. E ka radhën Dori Tifor me këngën Fare. Pak e thjeshtë si këngë. Pse? Është këngë shumë e thjeshtë për mua për shkuar në pallatin e koncerteve. Jam kurioztar si e mendon Marcela. Këtë herë nuk ishte maksimumi në këtë këngë. Duket sikur titulli i tij këngës paralajmëron që të mos bëni tani mëkat. Nga Marko Strazimiri. Se vërthyer sot të ndar të ftoht në si atari. Për mua është një po. Dhe pse sot nuk të kam pra të dua si ma. Ti hesht, po zemrën në do e kam. Dhuron emocion. Të buha si zjarë, po zjarri në do. Shumë e bukur është refreni. Po nata mbuloj, më ka tjeti, më ka t'jamo,
Një dashuri As që më t'jek kat, pa pra, as më fundo, kat. të putha si zjarë. Kamionida. Po zjarri më dogji, të mbajta si dritë, por nata mbuloj. Më katja mu, më katje ti, një dashuri që t'jek. Kur të smuresh, do shkosh të vizitohesh te ky. Bravo Kelo. Kalon Marko! Jemi pothuajse në gjysmë të rrugës dhe deri tani kemi 9 artistë të kualifikuar për në skenën e madhe. Vyejmë garën me një artiste e cila na fton në dhomën e saj. Ergita Bahja me këngën Dhoma. Kur më thoje të dëpran, se për mua Jam dakord. S'kemi kohë, nuk Kemi kemi kohë. punë. Nuk kemi kohë. Nuk kemi kohë. Nuk kemi kohë. apo jam përsëri vetëm dhe këtë natë. Sa ju pëlqen kjo kënga me dhoma me gjëra? Sa e unë të vajtë. A mungoj vetëm unë? Po. Hajde Jonqe. Hajde. Pesje shile, blindohet me pesje shile, Ergita Bahja, mrekullim. Shkojmë në Kosovë dhe një nga përfaqësuesit e saj është Ermal Demiri. Kënga e tij për ju, për ty e për mu. Nga u ditë not, jam mos i marë, tu jetu për ty e luftoj me vetëm prap të du, kur s'ka me t'haru, për ty gjithkohë me. Pse? Pasiguria e Ermalit më bën të mendoj që nuk është gati për në pallatin e koncerteve. Kalojmë në Maqedoninë e Veriut me këngën Në mes të shiut. Lina Demiri. Sa shumë rrugë kam përshkuar të ne, dhe ora po më duket sa e gjatë. Është e re, dhe zëri është nga akoma i papërpunuar. Të bukur me dikë mundjan, unë më ngjason me ty, se ndoshta ti nuk je, mungesa jote ka pas më njeh, dhe ti e se nuk jam as pak e qit, në mes të shiut e kush po të prej. Po pse? Lina mu duk sikur e nxori zysha para klasës në një provim që dukej si e papërgatitur. Gati më dukej sikur po i thoshte edhe juve këtu, ata këndoj edhe një herë tjetër e papërgatitur. Edhe ti në një provim. Apo e kaloj të paktën apo. Do ta shojmë në fund, do ta shojmë ja tret kuqe ke, nuk di. Jo. Okej. Dy artistët e radhës e kanë prekur njerë skenën e pallatit të koncerteve. A do t'jetë ky shansi i dytë i tyre? E nis Artiola Topi me këngën Koha. Koha vjen si ujë lum, e çdo gjë matur kullon. Gurat përsjen brenda te ku. Oh, më në fund fest, super, më në fund fest. Le të marr ajo se doj, le të marr trupin tim, mi me ne të vifshe si nër, nuk ma merr do dashurin. Le të marr ajo se doj. Pesje shile. Java e 5 ishte java e pothuaj të gjitha 5 jeshileve. Dhe e fundit ishte Silvana Rusi me këngën Ja ku jam. Por nuk dim nëse do e këndoj në skenën magjike, që përfitoj nga rasti të kujtoj se pas 3 ditësh do t'jemi bashk, duke filluar nga dita e mërkur në skenën e madhe magjike, e cila tashmë është gati për t'ju pritur në një spektakël unik. Kthehemi te kënga Ja ku jam. Tribale kjo kënga. Kjo në pallatin e koncerteve, Performante. është e fuqishme. Vizualisht Bravo.
Mjaftojnë 5 jeshile për të kaluar këtë fazë gjysmë finale, por nuk kemi mbaruar. Kemi edhe 4 javë për të listuar dhe playlista Newt do të na çojë tek një vajzë që nëse merr një po nga Juria, nesër pret biletën nga Norvegjia dhe vjen për këngën e saj. Gamer nga Mari Doro. Por mua Mari Doro s'po. Aman mos e shtyp ta dëgjojmë. Ja, pra dhe Mari Doro kalon në gjysmë finale. Nëse dëshironi një ëndër ta jetojmë tani, atë e sjell Agnes Çobo. Ëndër dhe shitha të plak që mi Kjo më ka pëlqyer shumë, që moment e parë që e kam dëgjuar. në sytë e mi shfaq atë që nuk ka më vlerë. Si rushja që ka vesh. Dhe është vetë autore. Është vetë autore? Mrekulli, kalon Agnes Çobo me këngën Ëndër. Shumë do ketë pritur deri tani për këngën e saj Press, Wendy. Edhe kur s'jam me ty. Mama pëlqeu balada e Wendy. Emrin Dhe ka ardhur ndryshe këtë vit në këngën magjike. Bravo Keli. Zemrën me lotje laj, s'të kisha asnjë faj, për ty më jo nuk flej, dashni nuk po ta kthej, nëse ty s'të vret asgjë, kjo histori. Për te i dy të kuqeve, Wendy kalon në këtë gjysmë finale. Udhëtojmë në Shkodër me artisten Ester Qëndro, Dua Dritën. Sa shme pas kam dasht, tu ndjek vetmin. Unë të e du shumë të Mars. Kjo mu pëlqen shumë. Shumë pas kam dasht, vetmin, të mbyll veten nga dar, çdo qarë sira të marr, por s'jo nuk kam, kjo që si pa frymoa. Hajde Marcela, jepi. Pse të kuqe? Sepse po bëhet gjithmonë më e ngushtë rruga për në pallat koncerteve dhe ndoshta nga të gjitha balladat kjo Ester qëndron pak më mbrapa në shijen time. Ashtu, Okej. Ndërkohë nuk di nëse vutre diçka që më duhet ta them, ndërkohë që unë po bësha gati që të merja opinionet të tjera, Ana futet dhe prezanton Ester Qëndron dhe unë e shoh. Dhe vjen dhe më thot tek veshi, nëse do të marrësh opinione për çdo këngë, na shkon shumë gjatë, shiko kohën televizive. Ka të drejtë. Me këngën Alo, na thret Sabina Dona. Kriza dashurie, në trup më lije, brënda me e mbete hije. Pyet buzët ato thonë se du, a vjen me i marë, ti të lotëmi me zemë. 3-2. Sabina nuk kalon dot. Dhe ja. Dhe javën e 6 e mbyll Luna Qausholli me këngën Drita brënda teje. Në sytë që hapen, Të fut në atmosferë, apo... pse prisaj,
Ndarja të jeshti Është e ëmbë Luna. Më shiko në synet e të largu dhe i tjen Të gjitha mu Po presa të finale me drita. Po nuk erdhe i refreni me drita, nuk e shtyp. Shtype se s'ka kohë. Okej. Pesë jeshile për Lunën. Deri tani kemi 17 artistë të kualifikuar për të kënduar këtë të mërkur dhe të enjte në skenën e madhe të pallatit të koncerteve. Dhe ata janë, faleminderit, Kev Malo, Joel Muhametaj, Petro Fejza, Leandra Godaj, Drina Shehu, Troy Band, Fiorella Gjaferaj, Aroilda, Marko Strazimiri, Ergita Bahja, Artiola Topi, Silvana Rusi, Mari Doro, Agnes Çobo, Wendy, Ester Qëndro dhe Luna Çavsholli. Tani më bën sens mua ajo fjala e thënë më parë, probabilitet, pasi kemi edhe 14 këngëtar të tjerë në garë. Një gjë është e sigurt, se nuk do t'jenë dot kurrë vetëm 14 artistë të rinë në gjysmën finale. Ndaj, unë them Ti që rasim antar teorisë me diçka që të kthjellohen. Thonë që dhuratën e pranon edhe mbreti, ndaj asistentët i marrin me të mirë jurinë tonë të dashur. Urdhroni. Na duhet. Ty që rasim pak me diçka. E bukur kjo dhurata. Nuk e di keni ngrënë në mëngjes, sidoqoftë. Publicitet të kthjellohemi pak. Faleminderit. Vitamin D dhe me vitamin D. Rikthehemi me ethet që tashmë janë në maksimumin e tyre. Dhe filloj me javën e 7 me këngën Akull dhe Zjarr nga Lara Kërliu. Akull dhe zjarr nuk dëron më zemra si e marr Po të falë ty mjenja Akull dhe zjarr s'është në hale gjemja Si e marr prapë të ty kthena Të pëlqeu ritmi? Pse? Për mua për kozetën. Ajo e bëri... Laura ndërkohë nuk ishte kaluar dhe ishte thjesht për ta motivuar, mos mërzitet vi vitin tjetër, mos ta marrin gjithë inat. Vetëm kaq. Dhe ajo e deklaroi, tha çfarëdo që të bëni, unë mua këtu më keni. Po fal Se Zot. vi me një këngë akoma më të fortë. Okej, vijojmë. Shkojmë në Kosovë me artisten Dafina Aliu, e fortë si arr. Një buzët qesh jetës Kjo ishte Tjetër e nivel. fortë. Kjo s'do mend. Shkona u Hajde bëma Kozeta dy tash. krysh. Për Salon. salon. Kjo vajza. Jepi. Rrini aty tani. O të më shet Do ta shtyp unë për ty. Të fortë të qet I mbjen në fshet Shme zjate biles. Qëndrojmë në Kosovë me këngën Mantra, Auron Deva. Vapa. Mos e prit refren. Hajde, jepi Jonida. Po patjetër, dua ta shijoj. Qa kalimesh në falseto. Pizza të shkujt e katë. Ta dëgjojmë edhe pak, edhe pak. Edhe pak. Do ngrihem unë do ta shtyp, ha? Cila do që Ta të t'jerë. shkoj atje. Ja vetëm një sekund. Tani. Auron Deva me këngën Mantra kalon në gjysmë finalet në pallatin e koncerteve. Këtë të mërkur fillojmë natën e parë gjysmë finale. U bë viral prezantimi ynë i këngës Ndal nga Klaudia Thartori. Edhe ti mos nis të vazhdosh poezinë që nise. Dëgjojmë Klaudia.
Shpirt, vetëm ju e shon nga këtu, atë në gjenë me sytë e tu. Ndoshta s'je perfekt, por unë të du. Shpirt, më të ndjera kur fry, më mbështjel më sjell të këty, e ndërzo në kratë e tu. Ndaj, frima për ty po më ndaj, nërsi kam pi male qaj, edhe thyhem dal nga dal. Gerta. A mendoj pak. Mendoje. Si kam jetu më Bravo, Gazeta. Pse të kuqe Marcel? Vokali i bukur ai i Claudiës. Do kisha dashur që të vinte me një tjetër lloj stili muzikor. Ndoshta duhet ta këndoj unë një balad për dashurinë. E ke në skenar këtë? Jo. Jo, po çdo që del jashtë skenarit. Duhet të dim që Jeshilet e Jurisë sot janë zjarr. Ky është edhe titulli i këngës nga Valdrin Mustafa. Sy, po du me t'i pasy, Po tu me ti pasy, nga ty kërkoj dritë. nga ty kërkoj një jeshile Mos dri. i Urdo. Bravo! thëm edhe një fjalë, nuk mund të ri pa ty, sonte të ndalë. Dëgjoj. Ky momenti. Valdrini, kape! 5 jeshile dhe për Valdrin Mustafa me këngën Zjarr kalon në fazën gjysmë, çfarë do thoja? Unë nuk e di si do ta menaxhoni këtë situatë. Pse e kemi degaluar shumë, a? Di që deri tani janë 21 artistë të kualifikuar. Dhe kemi mbërritur në javën e 8, ku na presim 5 këngëtarë të tjerë. Përpara se të dëgjojmë këngëtarët, Keli çfarë po thoje? Nëse do vazhdojmë prapë me këtë punën, me këtë 14 këngëtarë që do kalojnë. Pension është ai. Ja i Shiko, numri. Marcela dhe Gerta ikim sot, kështu që vazhdoni vetë. Pra, unë ndaj dhe nuk i përgjigja Anës, sepse unë e di kjo është një eksperiencë që ne kemi kaluar gjatë shumë viteve të tjera, por pranë regjisë janë edhe pjesa tjetër e produksionit, të cilët janë të gjithë të mbledhur për të marrë një vendim se sa artist do të shkojnë në pallatin e koncerteve. Sigurisht duhet të ruajmë raportin mes këngëtarëve big, këngëtarëve të rinj, por jo vetëm për këtë, por edhe të kohës televizive. Ne lam dhe morëm një vendim së bashku me produksionin që ta linim këtë proces të vijonte, të paktën t'ju japim satisfaksion këngëtarëve që ju mendoni që e meritojnë skenën e pallatit të koncerteve. Pra, të gjithë këta që ju po votoni deri tani e meritojnë që të jenë në pallatin e koncerteve. Dhe unë jam i lumtur për këtë. Por janë 21 dhe nuk mund të jenë. Unë sigurisht dhe kemi akoma nuk mund ta çojmë këngën magjike në një maraton, dëshira si producent, si artist, si muzikant, si baba, është që të çojmë a ka mundësi të gjithë, por ka një limit. Kështu që ju po e bëni dhe shumë mirë, por ju do ta ç'bëni. E dini çfarë? Ju duhet pak energji. Pasi lodhja nga emocionet dhe përgjegjshmëria është më e madhe se ajo fizike. Dhe pas gjithë kësaj pune të mrekullueshme nga ju, ky është momenti dur për dhurata me energji natyrale nga Palma. Nëse kemi marrë mjaftueshëm energji nga Palma dhe jemi gati për javën e 8. Jo, semi gati se ne nuk na dha asnjëri asgjë. Po mirë, unë do t'jap disa këngë. Është momenti të dëgjojmë këngëtarin që e nisi këtë javë. Hajnë këto këngët që do m'japësh. Jo, po nuk hahet çdo gjë, oba. Atëre ti vazhdo, prezanto, do shkoj të ha në një gjë se vdi. Qa vazhdo, prezanto, vazhdo. Vazhdo, do të sjell dhe ty pa mera. Eris Sallo Polumbar. Dhe kur larg te jeja, gjithmonë në mendje ty të kam. Keli, Lena ka pëlqyer, ishte E di, po. Tani që e dëgjojmë prapë. Nuk e di nga t'ja filloj se koha shpejt kalon, sa herë jam me ty, mendim s'po mundon.
Rruga rrotullohet ta krepi slalom, kalendari faqe grisur s'ka asgjë që më shqetëson. Sa herë të kam pranë, so mendime Çfarë ndodhi? Këngë e gëzueshme. Për radio do ishte shumë e bukur, por për ta parë në skenë, jo. Bëhemi gati atëherë të dëgjojmë Angus Day me këngën 1000 vjet. Histori e vjetër ndoshta është për dy të dashuruar s'te kur asgjall. Bukuria e saj por si loti si margarita. Por ai Shkaktare shumë e mirë. lidhur në magji të I mungon pak emocioni. Që prej 1000 vjetësh më nuk të kam parë. Nuk largohet malli 100 jetë ndar. Dhe ti pafundësisht do më pyet se ku je. Mendimi im mbetet si ai i pari. Qëndrove. 1000 jetë ndar, ende mua ke ti. Pse kurioztarja? Kisha problem me këngën. Do ndonjëherë që nuk më përputhet dot këngëtari me këngën. Marcel? Unë e njoh vokalin e këngëtares sepse më ka rasti që ta dëgjoj edhe live, është me vërtet shumë këngëtare e mirë. Më duk sikur në këtë kompozim, që me siguri është i veçantë, sidomos prezantuar në një festival, më duket më shumë këngë për ndonjë album në stil të ndonjë artisti se sa faktikisht për skenën e madhe të koncerteve. Më duk sikur në këtë rast Angus Day ishte brenda një rrjete dhe nuk kuptohej ku do arrinte. Kozeta? Ndryshe nga Jonida, unë e vlerësoj shumë këngën, më duket produksion bashkohor, më pëlqen shumë mënyra se si është sjell. Ndoshta përpjekja për të qenë teknikisht korrekt, të mos jesh i pagabueshëm, Angelës i ka zbehur transmetimin e emocionit. Unë e di shumë mirë se kur ajo vajzë bën qef në skenë. Ky nuk është rasti. Keni po thoje? Jo, po thoja ndoshta ka disa këngë që në festivale nuk ja dalin, sepse kanë nevojë të dëgjohen më shpesh, domethënë edhe kuptohen në një kohë me vonesë. Ka raste klasike, për shembull unë po të them Done të Zukeros, ka dalë jashtëzakonisht keq në Sanremo, nëse të kujtohet. Kjo mund të jetë një nga ato këngë. E kuptova. Ndërkohë Gerda e ka vlerësuar me Jeshile, kështu që ti e vlerësove, vijojmë me këngën tjetër, për fat keq Angus Day nuk ka dalë. Unë personalisht nuk di se ku vret një dashuri, por thjesht di që e këndon Frenzy. Një vat pa vela lundroj, dashuria mbet si një loj. Ai, njeu. Edhe sot kur ata e mendoj, tjetër sohem nuk jam e njësoj. Shumë vokal bukur ajo vajza. Zemra rëmbeu, ku je sot? Madje, më kujton një këngëtare të madhe shqiptare kjo mua. Më gjan pak me zërin Angela Peristerit. Në distancë, jeton nga bime tona, ti mos u kthe se sot. Nuk në latasionim refrenin atë momentin e bukur, si të qoftë, kalon Frenzy. E ndërkohë kemi mbërritur tek kënga Copa Copa nga Laura Lila. Copa, copa, zemrën kam, mos se nga se më nuk mban, s'më këtë shura si grë. Mua më pëlqen shumë ky refren. Edhe mua pëlqeu shumë e konkret. Dhe do të mbetet ky refren. E tërmuar si një xham, të kam falur si janë bishfan. Copa, copa, Jo, klarineta pastaj. mos se nga se më nuk mban. Kalon Laura Lila. Laura Lila kalon në pallatin e koncerteve në gjysmë finale. I vetmi duet në garë tek New Artist është edhe i vetmi titull në një gjuhë tjetër. Ti porto al sicuro, Salvatore dhe Bletisa. Shumë harmoni. Da soli in mezzo alla gente.
Andiamo al sicuro, andiamo. Non abbiamo distanze, sapo da kënga dhe ju pa distancë fare, pam, të dyja në një kohë jeshile. Kalon dhe Bletisa me Salvatoren. Kalojnë në gjysmë finale. Shijojmë edhe 4 këngët e fundit nga java e 9. E para është një kantautore dhe quhet Zeneida Skënderaj me këngën Bashkëudhëtar. Bota rotullohet e ne kalimtar, e sot mja jote nesër më pre, o bashkëudhëtar. Bota rotullohet e ne kalimtar, e sot mja jote nesër më pre, o bashkëudhëtar. Kalon Zeneida Skënderaj me këngën Bashkëudhëtar, kalon e gjysmë finale në pallat të koncerteve. Bëhemi gati për këngën Eliksir nga Reinaldo Gaci. Eliksir, më zgjo, më fto, ti më prek, më ndje, jeto, se jo. Unë vlerësoj faktin që Reinaldo sill gjithmonë diçka ndryshe. Në dimension tjetër. Ndryshe nga të tjera. Është ke drejt, po. A ekzistoj. Gerta, na. Ajër zjarë, ujë dhe tokë. Ajër zjarë çdo element, pse je të kuqe? Do t'i qëndroj koherente mendimit parë që pati pak dalje nga ritmi. Qartë. Megjithatë urime, fitoj, kaloj. Rinaldo Gaci kalon, gjithashtu. Drejt. Ajo që po ndodh me numrin e të kualifikuarve për mua është një kaos. Ky është titull kënge dhe sjell Amela. Se nuk haroj sa ëmbël më ke vrau, akull ti me gjak të ftoht, kur të thoja të du fort. Se nuk haroj me vetën e pranoj, se duhet të ta them, s'mundem do ta them, s'dia mund ta them ty. Shoqe keqe është vetmia, e të paqu. 5 jeshile të plota për Amelën, e cila kalon edhe ajo në gjysmë finale. Jemi në fund dhe do t'jetë Riflo ai i cili do të pres vendimin për këngën e tij, Aroma e tulipanit. Lujna mas te je lujna, ke lun pa gjumas në ndërmet pa. Unë lujna mas te je lujna, ke lun pa gjumas në ndërmet pa. Ulala, I love yeah, ulala. Jo nuk po ngope mund duke pa. E ke qëmësuni mu dashnia. Ulala, I love yeah, ulala. Jo nuk po ngope mund duke pa. E ke qëmësuni mu dashnia. Ulala. Hajde tani. Ashtu jo, është shumë pastaj, po e shumë. Po e shtype do të bëj baletin ashtu. S'ke mirë. Një balet. Po pse sa shumë e shgënjeve Kelin? Pse Kozet? Të betohem, më duket shumë e pestë gjelbra. Ja dhe kaloj. Kaloj, urime. Kaloj dhe Riflo, kalon në gjysmë finale. Në pallat të koncerteve, ja ku dëgjuam të gjitha këngët nju. Tani, pulsi i zemrës do të shtohet, sepse në bazë të listës kemi sa të kualifikuar? 28. Më shumë se bigët. 28 është një numër i pamundur. Ky është një kompliment i madh për një artist, ka prurje të jashtëzakonshme, shumë të mira. Fakti që ka kaq shumë që kanë kaluar tregon që një artist është po e ndryshon industrinë muzikore në vend. Shiko, pa diskutim që ky është një kompliment për kategorinë new artist, por numri 28 është, domethënë ndërkohë që ne kemi thënë 14. Atëherë, si mendon? Unë mendoj 18. 18. Po kush je ti? Unë jam vajza jote. Po mirë. Atëherë, të mësojemi që duhet luajtur karta e fundit. Cila është karta e fundit? Vendimi të gjithëve, vendimi për bashkët, është juria, jemi ne të dy, por janë edhe ata të cilët punojnë pafund për festivalin, që din çdo gjë për të, që kujdesen
që e organizojnë dhe që në fund të ditës edhe vendosin. Ndaj, tek regjia, unë do të kërkoja ndihmën e produksionit, pjesa tjetër, që do të na japi një numër. Aldo, regjisori i Kënga Magjike në emër të produksionit, të më jepte një arsye dhe numrin përse kanë vendosur kaq. Deri tani jemi në 28. Do të thotë për gjysmim. Shkojmë në 14, sipas fjalës para apo jo? Po, të shkojmë në 14, gjysma. Gjysma, 50%. Jo. S'bëhet fjalë. Ja dalim do. Ngushton shumë lak. Jam me vërtet shumë këngë të bukura, këngëtarë që meritojnë. Për gjuna. Se në fund të ditës ju do vendosni se kush do kaloj. Nuk vendosim ne. Nuk është giotin tani, nuk mund t'i bjem do të përgjysë. Na e rrisni pak, Aldo, të lutem. Rritet pak. Aldo? Mos na e vër lakun këtu. Atëherë shumica e pjesës së mbetur të stafit janë tek numri 18. 18. Diçka më mirë. Po 18. Bravo, Ana! 18, atëherë kemi 18, po. Shumë mirë. Megjithatë nga 28 në 18, kujdes, do t'ju duhet që të ishni 10 emra. Në rregull? Tani me qenë se numri ndryshoi, sugjeroj që të bëjmë një pauzë publicitare, madje edhe më të gjatë për ju. Ju keni dhomën tuaj në backstage, mblidhuni, diskutoni, bëni listën përfundimtare me 18 artistë dhe do të vinit na e komunikoni pasi unë të prezantoj artisten e fundit big në garë. Mira Konci! Po, sikur tham që do ketë publicitet më parë. Po nuk më durohet mua o batësh. Ndërsa mua nuk më durohet të haca gjëra të mira. Do të më shoqërosh të haca gjëra të mira? Patjetër. Publicitet dhe shtrojmë tavolinën. Dhe fill në momentin se ju mendoni se magjia mbaroi, Kënga Magjike sjell surprizën tjetër, sepse arena jubilare e kategorisë Big ka vend për një zë unik. Ishin vitet 90, kur mes dëshirës për të prekur perëndimin, eksperimentimeve dhe ndryshimit të identitetit artistik në muzikën e lehtë të asaj kohe, erdhi një interpretuese që na fali shumë kujtime me këngët e saj. Kur unë mbusha 1 vjeç, ajo iku dhe rikthehet pas 16 vitesh, Mira Konci! Mirë se erdhe në rrënjët e tua. Mirë se u gjetë Artit. Çfarë kënaqësie? Është e jashtëzakonshme dhe për mua gjithashtu kënaqësia. Ti zgjodhe largimin nga Shqipëria në kulm të karrierës tënde. Me çfarë pengu ike nga Shqipëria? Është një peng i vetëm mendoj, që në çdo moment mendoj për këtu, për Shqipërinë. Domethënë e kam me veten në çdo moment edhe që si nuk jam atje të këndoj për publikun. E kam peng këtë të thënë drejtën. Kush të tha në shtëpi sa mirë bëre që po shkon te Kënga Magjike? Era dhe Drini, të parët. Që i përshëndesin? Por edhe familja ime, patjetër. Mamin. Po, patjetër, ka një merak të madh shumë, patjetër. Para disa ditësh, po shinim me babin në Instagramin tuaj një video ku ishte Era me Drinin duke kënduar. A ka mami Mira ndonjë ëndër muzikore për fëmijët? Ato tani shpërthyen, Ana, edhe dhe për mua ishte surprizë, pavarësisht se e dija thellë që ata janë talentuar. Por mbase mundim të tre ndonjë këngë bashkë me Drinin dhe me Erën. Sa bukur do ishte, ti nuk e kishe dëgjuar më parë sepse në ato duetet në Instagramin tënd, dhe vërtet kemi mbetur pa fjalë. Faleminderit Arti. Me thënë të drejtën, ato e kanë bërë gjithçka për të më surprizuar mua dhe unë vetëm kur e pash në faqen e Instagramit e kam thënë o Zot. Vërtet nuk e dije? Nuk e dija, domethënë dija që ato po harmonizonin diçka bashkë, sepse janë shumë të lidhur. Edhe për mua që një, nuk e di, një mrekulli. Shiko, një recitali munguar, edhe pse di që ke premtuar një të tillë. Ke ndërmend ta realizosh këtë premtim të një recitali? E kam ndërmend, e kam dashur që, me thënë të drejtën, tani, në fakt se bëhet 35 vite nga koncerti që kam dhënë në 90, nga recitali i parë që kam dhënë. Do doja shumë ta bëja një recital me një orkestër të madhe, me këngë
nga më të bukurat. Ëndër e kam thënë drejtën. Urojmë që të plotësohet dhe kujtojmë pak titullin e këngës e pa thëna fjalë, kënga fituese në kënga magjike. Cila është fjala e pa thënë akoma e jotja? Se ti mbase thjesht që dua akoma t'jap, dua akoma të më njohin njerëzit më shumë në sken, sepse njohin kur jam në sken, njohin më shumë për mirën se sa kur jam jetën e përditshme. Normal. Mbase këtë dua, domethënë. Mirë. Po e them edhe unë fjallën e pa thënë. Në pallatin e koncerteve, ju presim këtë të mërkur, të enjtën dhe të shtunën në netët finalet festivalit Kënga Magjike. Kjo është java magjike dhe ja vlen të shioni në sallën e madhe, live, ejani me ne. Në fakt, nuk është se kanë mbetur edhe shumë bileta, por nëse nxitoni nga nesër, edhe do të mund t'ja dilnim. Ndërkohë, bëhemi gati për këngën me titullin Më mbaj me vete. Mira Konçi! Faleminderit. Këmbë dal nga dal më quam, ku puthëm me u betuam, e ula uleti. Ai, 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 e fillova unë të qaj si shi. Pse nuk më banë me në pengë më mbete, pse po jetoj kur një fjallë s'te dëgjoj, Lore zemrën ku e theve, mos ma preka ty ku preve, fikni dritat nëse s'është ai. Për ty si shi. Se nuk më mbanë me vete, në jeti pengë më mbete, se po jetoj kur një fjallë s'te dëgjoj. Mira Konçi me këngën Më mbaj me vete, më lejo për para se të largohesh. Në momentin që po të ndiqni me publikun, Ana më bën një pyetje. Live është apo me playback? Live, sigurisht që live. Mira Konçi. Faleminderit Mira. Faleminderit. Dhe kjo ishte edhe kënga e fundit që mbyll kategorinë Big nga artistët e Kënga Magjike 2025.
Dhe përpara se të ftojmë jurin, do të kujtojmë pak artistët nga java e kaluar dhe fillojmë me artistët Big Gresa Gjocera. Kënga A Kam Unë Faj. Se të dua shumë. Ja ku jemi me Algert Sala, Jeta Ime. Albina Kelmendi, Gënjeja. Se s'do t'a doja më. Kategoria New Artist, Zeneida, bashkulltar. E sot një jote nesë më pret. Elixir më Reinaldo Gashi, Elixir. sprek më ndje jeton se jo më ston. Se nuk haro Amela, Kaos. Dhe Riflo, Aroma e Tulipanit. Dhe të katër këta artistë sot kaluan nga juria, por të shohim çfarë do ndodhi sepse janë 28 dhe ne jemi në minutat e fundit të javës së 10 dhe tani është momenti i së vërtetës. Ftojmë antarët e jurisë të na japin vendimin final se cilët janë 18 artistët e rinj që do të këndojnë të mërkurën dhe të enjten në pallat. Vjen juria. Pra si që dhe zonjat e jurisë e përcaktuan, do t'jetë Keldemi ai që do t'japi vendimin se çfarë ka vendosur juria. Duket që nuk kemi njësoj si kur dolem nga karriket, ha? Vështirë. Okej. Është e vështirë, por nuk është e pamundur e para punës. Kjo është e rëndësishme, që ja keni E dhënë. dyta, pa dyshim që të gjithë meritonin të iknin në pallat koncerteve. Më ka pëlqyer shumë fjala e Arditit që kur i prezantonte thoshte kalon në pallat koncerteve. Por kemi qenë të detyruar që të zgjedhim zhanre të ndryshme dhe brenda zhanreve të ndryshme ata të cilët ne mendojmë që do të jenë më mirë në pallatin e kongreseve. Gjë që do të thotë që ata që nuk do shkojnë në pallatin e kongreseve nuk janë të skualifikuar dhe nuk preken nga kjo gjë. Vendimi është marrë, ju e kuptoni që nuk kemi pas kohë ta zbukurojmë letrën, i kemi shkruajtur me dorë, por jemi të gjithë dakord për këtë listë që unë do të lexoj tani. Okej. Emri i parë. Troy Band. Emri i dytë është Fiorella Gjaferaj. E treta, Ergita Bahja. E katërta, Artiola Topi. E pesta, Silvana Rusi. E gjashta, Maridoro. Këto nuk besoj se janë sipas pikëve kush është më e rëndësishme. Jo. Zgjedhje random. Okej. Nuk kemi. Që të sqarojmë. Është një përzgjedhje random. Po. 7. Luna Qausholli. 8. Dafina Aliu. 9. Auron Deva. Valdrin Mustafa. Frensi. Bletisa dhe Salvatore. Amela. Ester Qëndro. Leandra Godaj. Reinaldo Gaci. Claudia Thartori.
Agnes Qobo. Joel Muhametaj. Ana? 19. Ishin 19, dhe unë i numërova. Prandaj në një moment, Kozeta të tha ndale numërimin dhe ti the e di, e kuptova. Po ju lexuat 19 emra, bravo. Jo, 18 kemi ne. Jo, janë 19 se unë i lexova shumë mirë. Kemi lexuar 18 plus 1. A 18? Do kishim dalë prit pak. 18 plus disa, po. Jo, tani detyra ishte shumë. Ne kemi thënë 18. Okej, ne nuk të riqemi nga ky vendim, ky është vendimi përfundimtar i jurisë. Arditi, për arsye etike ne nuk e përmendim cilin emër, po për një emër ne për pak rrezikonim edhe marrëdhëniet tona personale duke filluar që nga nesër, dhe kështu që vendosëm që ta bënim pjesë të listës, që të ruhemi ne siç e vendosëm ta numrin 18, le ta hiqim vetë. Ose ju të produksionit hiqeni një. Aldo, pyes Aldon. Unë jo. Është produksioni poshtë që vendos. Kemi thënë 18, janë lexuar 19 emra. Si do veproni? Atëre, janë 19 dhe, se di, ne epni dhe ne pa kod vendosim. Për një? Që na the që janë 19. Na vajti gjithë djela shqiptare mbledhje sot, o burr. Vendoseni, do më thënë edhe... Shumë e vështirë, në momenti që ju thoni 19 emra, tani vendose s'ka kohë televizion. Jo, ne nuk vendosim dot. Shiko, produksioni vendos numrin. Për të hequr dhe për të vendosur e heq juria. Ne sigurisht që ndjemi në një pozicion shumë të vështirë në momentin që ju deklaroni 19 dhe duhet iki një. Kështu që nuk e di, ndërkohë që diskutojnë poshtë, unë po eci për kohën televizive që mos ta lëm. E blejmë 5 kohën televizive për 3 minuta më shumë. Okej. Të shojmë urdhro, Aldo? Okej, Ardit. Po? Qofte bërë, 19. Faleminderit! 19, pra 19 ju artist. Është zyrtare. Bravo. 28 artistë dhe Big do t'i bashkojnë edhe 19 artistë të rinj të kualifikuar. Ndërkohë në faqen e Instagramit Kënga Magjike Official ju do të keni ekskluzivisht të publikuar sipas një rendi alfabetik këngëtarët Big që do të interpretojnë në gjysmë finalen e parë dhe në gjysmë finalen e dytë. Nxitoni të merrni biletat tuaja pranë pallatit të koncerteve. Netët finale fillojnë për 3 ditë. Falenderoj nga zemra Marcelën, Kozetën dhe Gertën për kontributin e tyre të vyer. Ndërkohë Kelly dhe Onida do t'i bashkohet juria ndërkombëtare. Nga Skupi do të vijë Diva Kaliopi. Nga Londra Deba Naderemi. Dhe nga Italia Gianni Testa. Jemi gati të hedhim një hap të ri në 3 net të cilat do t'i mbani mend gjatë. Mr. Ardit, e meritove të jesh në pallat edhe këtë vit. Shihemi këtë të mërkur. Pafshim. Bravo. Okej.